Agjërimi dhe shëndeti. Një fjalë e urtë arabe thot: mendja shëndosh, në trup të shëndosh. Kur njeriu nga mendje lehtësia refuzon agjërimin, ai ka refuzuar vetveten e tij, sepse ka humbur shpërblimin, ka humbur shëndetin dhe kujdesin për organizmin e tij. Një mjek rus e quajti agjërimin operacion pa bisturi. Falenderojmë Allahun Gjeshë që na fali shëndetin, por mos të harojmë se njeriu do të përgjigjet tek Zoti Gjeshë, siç tha pejgamberi alayhis salam: shfrytëzoni shëndetin para sëmundjes. Domethënë, ta parandalosh sëmundjen përderisa je me shëndet. Helmimet e mëdha vijnë nga ushqimet që ushqehen. I dërguari alayhis salam tha: ana më e keqe e birit të Ademit është barku i tij. Atij mjaftojnë vetëm disa kafshata për të jetuar. Nëse kjo është pak për të, le ta lë 1/3 në stomakut për ushqimin, 1/3 për pije, 1/3 për ajër. Agjërimi pastron organizmin nga helmet ushqimore dhe mbetjet organike, rrit aftësi trupore, përgatit fizikisht dhe pjesë të trupit, jep energji, e formatizon dhe jep freski. Sot problemi është trashësia. Është bërë problem global, janë formuar organizata dhe fondacione për të luftuar dhjamosjen. Por me kohë, kur njerëzit nuk agjërojnë dhe nuk i përmbanë rregullave nga Kurani famlar, Fudail ibn Iyadi ka thënë: dy gjëra e vdesin zemrën e të folurit dhe të ngrënit të shumë. Njeriu duhet të hajë në mas të saktuar dhe jo të teprojë, sepse Zoti Gjeshë tha në Kuran: hani dhe pini e mos e teproni, sepse Allahu nuk do që ata të teprojnë.